Një njeri e ka kinda për shokun ton. Fëmijët të dashur, dëshirojmë që me ju të bëjmë një emision për sigurinë e fëmijëve. Pse policia ekziston, kujt i ndihmon edhe çka bën. Këtë bëjmë me qëllim që të krijojmë një afërsi mes të fëmijëve dhe policisë. Sepse edhe fëmijët janë një pjesë e gjithë shoqërisë sonë. Ju jeni ardhmëria e jonë. Një shtet është i fortë dhe i mirë, i cili ka rininë e mirë dhe fëmijërinë e mirë. Do thotë ju jeni policë të arshëm, mjek të arshëm, inxhinierë etj. Prandaj do të zhvillojmë një mësim të shkurtër në lidhje me sigurinë e fëmijëve. Polici për me mund me i realizu punët dhe detyrat e veta, i ka disa pajisje. Së pari, policia ka uniformën. Një prej pajisjeve me të cilat polici punon është radiolidhja. Radiolidhja shërben që polici të komunikoj me kolegët e vetë dhe me bazën dhe të njoftoj rastet të cilat janë duke ndodhur. Pajisje tjetër është arma e zjarrit apo revolja. Revolja gjithashtu shërben për me mbrojt prej njerëzve të këqij. Polici ka gjithashtu shufrën metalike për me mbrojt, për me shpërnda masën dhe me intervenu kur nuk është e nevojshme me përdor tjetër armë. Kur personi arrestohet, polici përdor prangat apo lidhëset. Një pajisje tjetër është spreji, i cili në rast nevoje personin e dyshimt e neutralizon përkohësisht. Do të ndalë për veprimit të tij të keq. A e dini fëmijë pse ekziston policia? Policia ekziston që të mbrojë njeriun e pambrojtur. Policia mban qetësi dhe rendin në lagje ose në qytet. Policia drejton trafikun. Policia intervenon në punë të cilat është njeriu i rrezikuar në jetë. Policia po ashtu lufton krimin që zhvillohet kudo në botë kështu me radhë. Pas lufte në Kosovë, sikur në çdo vend tjetër, janë gjetë shumë mjete eksplozive, armë, municione tjera. A kish ditë dikush me na tregu, me na demonstrue se cilat kishin me qenë veprimet e fëmijëve nëse kishin me hasë në një mjet të rrezikshëm? Në fshatin tim, pas luftës, duke luajtur në top aty me gjalin e miqës tem, kam hyp, më ka ra topi nalt në tavan dhe kam hypur për ta marrë. Kur kum hyp, qita poshtë dhe e kum pa një thes aty edhe kum këshyr shaka aty kish pas mjetër shpërthyese. Dhe pastaj e kam marrë një minahez dhe aty e kam shtypur pullën. Pastaj e kum shelat shënuesin dhe e kam lënë, kam shkuar të babi im dhe i kam treguar dhe babi im ka lajmëruar në polici, TMK dhe KFOR-in dhe ata kanë ardhur dhe i kanë gjetur, i kanë marrë. Çka po mendoni? A ka vepru mirë armënori në këtë rast? Po. Jo. Po apo jo? Ferrand, çka po ta merr mendja ty? A ka vepru mirë armënori? Unë mendoj se mirë ka vepru armënori, por me një gjë se nuk ka vepru mirë se e ka trus atë pullën.
ai nuk guxon të prek asnjë sa të panjohur. Shumë bukur pra. Nuk guxojnë fëmijët me i prek gjërat të cilat nuk i din çka janë. Ka shumë fëmijë të cilët kanë mbet pa një gjymtyr të trupit të tyre për arsye se kanë prek mjete të rrezikshme. Prandaj qëllimi i ynë është që t'ju mësojmë juve që mjetet të cilat nuk i dini çka janë, mos t'i prekni. I njoftoni policin, TMK-n, KFOR-in, apo personin e parë më të mëdha të cilën ju e takoni. Do thot, mos i prekni gjërat e panjohura. Për fat keq, këto raste kanë ndodhur shumë. Prandaj, kish dikush me nejtë përrëfy edhe në rëfil tjetër? Duke ecur shkollave te ura e Gurit, me një vend të msheft kam parë 2 armë, të cilët ishin mjaft të rrezikshme. Afër urës kaloi një polic i shërbimit policor. Unë i tregova që i kam gjetur 2 armë mjaft të rrezikshme dhe ai shkoi i thirrri polic të tjerë. Pas luftës, pranë banesës time, duke lozën me shok, gjeta një mazë dhe disa bomba. Ato afër ishte trupa mbrojtëse të Kosovës dhe shkum bashkë t'i thrasë. Dhe na asgjë nuk prekëm, por ata erdhën së bashku dhe e hekën atë bombë dhe atë masë. Mirë fëmi, a ka vepru mirë Valoni këtë rast? Po! Përpos punëve dhe çështjeve të sigurisë së fëmijëve, policët me fëmijë kanë dëshirë të diskutojnë për shprehjet dhe sjelljet e tyre. Do të flasim diçka për punët e këqija dhe shprehjet e mira që fëmijët i kanë. A din dikush me më thonë çka fëmijët nuk guxojnë të bëjnë? Fëmijët nuk bën të pinë duan sepse duani na dëmton shëndetin. Po mirë, a bën fëmijët të pinë alkohol? Për fëmijët nuk është e lejushme pasi që dehen, e humbin vetdijen e tjerë. Fëmijët nuk bën të dëmtojnë inventarin shkollor, apo? Po. Fëmijët nuk bën të pinë duhan. Po. Fëmijët nuk bën të rrinë atë vend ku pihet alkoholi. Fëmijët nuk guxon të prekin rrymën dhe instalimin